قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Dersën e kalum fillon me komentu dhe me shpjegu ajetën se cilën autori sjell, autori kitabut të tauhidit e sjell për temën sirja në tauhid dhe shpjegimi i tauhidit dhe shahadetit la ilaha illallah. Edhe ajeti është ajeti surën Isra ku Allah subhanahu wa taala thot walladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ata që lutën kërkojnë te Allah subhanahu wa taala wasile afrim, cili prej tyre është afrim, edhe cili prej tyre është më afër Allah subhanahu wa taala. Pastaj thamë se dietarët këtë ajet e kanë interpretuar në dy forma. E para, do të thotë si argumentojnë me këtë ajet për shpjegimin e tauhidit edhe fjalës la ilaha illallah. Pra para është se ata që lutën, qëllimi është ata që lutën prej tjerëve. Ata që lutën prej tjerëve. Pra pastaj këto kanë mendime ndryshme kush janë ata. Pa disa kanë thonë që ata janë shkapi ibn Abbasit, në Isa alayhis salam, nana tina me laçet Uzejri. Disa kanë thonë që këta janë disa gjin, cilët janë lutur dhe janë adhuruar disa njerëzve, e pastaj ata kanë hyrë në Islam pra gjin, edhe kanë filluar mu afru te Allah subhanahu wa taala me vepra të mira, dhe Allah ka zbritur këtë ajet për me treguar të njerëzve se ata gjin që ju deri dje keni adhuruar, ata kanë hyrë Islam, ju kanë dorëzuar Allah subhanahu wa taala dhe kanë filluar me adhuru Allahun dhe me afru te Allah me vepra të mira. Kurse thonë që edhe pse ky ajet ka zbritur për njerëz ose për krijesa të caktuara, mirë po ajeti ose domethënë ajeti është e përgjithshme. Pra çdo kush i cili lut diçka në vend të Allahut, edhe ai njëkohësisht është rob i mirë i Allahut, edhe i afrohet Allah subhanahu wa taala. Pra ai që lutet, që adhurohet me tjerë është rob i mirë i Allahut, edhe i afrohet Allah subhanahu wa taala me adhurime ndryshme. Pastaj e sqaron se çka është qëllimi i wasilës. Po ç'është kuptimi në fjalën wasile. Këto e dëgjoni shumë prej dërveshëve ekstremist, cilët afrohen te Allah subhanahu wa taala përmes njerëzve ose njerëzve të devotshëm që i quajnë ata evliya, përmes vdekurve ose ndoshta përmes pejgamberit sa sa përmes Aliut, edhe të tjerë do thotë i familjes pejgamberit. Kërkojnë afrim te Allah subhanahu wa taala përmes këtyre. Kështu e shpjegojnë wasilën. Ose na thanë që wasila në gjuhën arabe e ka për qëllim veprat e mira. Edhe të folëm do thotë shpjegim për këto prej selefit. Do thotë se ata kanë komentuar që wasila nuk është që ti mes teje dhe mes Allahut vendosësh njerëz krijesa të caktuara, e pastaj ato krijesa të adhurosh, ata njerëz ose ata persona të adhurosh në vend të Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë që ata mi ngrit nevojat edhe duat, lutjet tua dhe adhurimet tua të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj e sqaron që kjo është vetë shirku të cilën e kanë bërë mushrikt e parë dhe të fundit. Për fillimit kohës kur kanë dalë mushrik pagant, do thotë në këtë shirk kanë rënë, duke vendos gjëra, objekte, krijesa, njerëz apo persona mes tyre dhe mes Allahut subhanahu wa taala, me qëllimin që ata me kanë ndërmjetësa. Pra lutjet edhe adhurimet e tyre ose nevojat e tyre mbi dërgu ata te Allahu subhanahu wa taala. Pra thamë që ata kanë bërë analogji mes mbretërve, sunduzëve dhe Allahut. Ka thonë ashtu që nuk mundu mu afru te Allahu, te mbretërit veç se përmes ata që qëndrojnë afër tyre, ministra e tjerë kështu që qëndrojnë afër mbretërve, ashtu thotë edhe na te Allahu nuk mundu mu afru përveç se përmes njerëzve që kanë pozitë te Allahu subhanahu wa taala, apo përmes krijesave që kanë pozitë te Allahu, që në melaçet apo pejgamberët apo njerëz të devotshëm me kështu me radhë. Pra thamë që kjo është wasila cilën e kuptojnë edhe kanë praktikuar mushrikët vazhdimisht gjatë gjithë kohës, edhe në të kanë rënë edhe mushrikët e kohës sotme, e që janë të thotë adhurues të varrave, të cilët fatkeqësisht pretendojnë që janë muslimanë. Po pretendojnë që janë muslimanë edhe vazhdojnë e bëjnë këtë shirk. Disa prej dietarëve kanë thënë që kuptimi i wasilës është, do thotë
al-qasdu wal-haja, me synu diçka edhe me pas nevojë për diçka. Me synu diçka edhe me pas nevojë për diçka. Por kështu kanë thonë këta dietar, thonë se wasilja është me kërku ti dikujt një nevojë, me kërku dikujt një nevojë që ty do të mundon. Po që Allah subhanahu wa taala kur ka përmendur wasilën këtë ajet, edhe ka thonë wa yabtaghuna ila rabbihim al-wasila, ata që lutën vetë Allah subhanahu wa taala. E po njëkohësisht, pra janë robë mirë të Allahut, thotë ata vetë kërkojnë te Allah subhanahu wa taala wasilën. Po qëllimi kërkojnë prej Allahut, prej Zotit tyre, kërkojnë që ai m'ia përmbush nevojat e tyre. Për arsye se vetëm Allah subhanahu wa taala është ai i cili e ka në dorë përgjigjen, askush tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Po çysh e kuptojnë që wasilja është i kuptimit të saj gjithashtu është kërkimi i nevojës. Është në do thotë e thashë transmetohet pe Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, se lëndë transmeton Nafi ibn al-Azraq. Do thotë fi mesail, pra janë disa pyetje që ai ka drejtuar Ibn Abbasit. Edhe mes atyre pyetjeve e ka pyet Ibn Abbasin për ajetin që është surën Maide, për ajetin 35 që është këtë kuptim me ajetin që e ka sjellë autori. Allah subhanahu wa taala thotë ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun, keni dro Allahun, edhe kërkoni tek ai wasila. Kërkoni tek Allahu wasila. Çfarë thonë Ibn Abbas? Ka thonë al-wasilatu al-haja. Wasila është nevoja. Pra me kërku të Allah subhanahu wa taala nevojën tonë. Për diçka që ke nevojë me kërku të Allah subhanahu wa taala. Atë kjo e ka pyet pa thonë u hal ta'rifu al-arabu hada? Sota e kuptojnë kështu arabët? Pra kuptojnë wasilën që është nevojë me kërku nevojën të dikush? Ibn Abbas ka thonë nam, po, thonë të arabët kështu kuptohet. Pra wasilja të arabët kur nuk u kuptuar që ti në adhurimin tonë me vendos mes teje dhe mes Allah subhanahu wa taala persona apo objekte kështu më radh. Pra wasilja të arabët është kuptuar gjithmonë që është nevojë. Po me kërku nevojën tonë te Allah subhanahu wa taala. Edhe thot alam tasma qawl ash-sha'ir, do ta nuk e ke dëgjuar thënien apo poezin e poetit, e ky poet është Antara, apo poeti më i njohur periudhës para islame. Thot ai ju ka drejtuar një grus. Ai ka thonë inna ar-rijala lahum ilayki wasila. Thot vërtet burrat kanë wasila te te. Pra qëllimi është ka nevojë për ty. Nuk e di, po për cilën është fjala ose çka, do të kujt e ka drejtuar me këto fjalë, mirë po, poezia është e njohur, që e ka thonë vërtet, do thotë arab, vërtet burrat kanë wasilet e te, pra qëllimi është që ka nevojë për ty, e një xhuduki për me të marrë ty, pa me të martu ty, të ka halim të akhdhabi, thotë ajo është që ti do thotë zbukurohesh përmes ngjyrave ndryshme edhe përmes kohlit, do kohli është ajo që me cilën vizatohen sytë e kështu më radhë. Pra qëllimi i Antaras, këti poetit madh kur ka thonë lehum ilayki wasila, burrat kanë nevojë për ty, qëllimi është që pra kanë wasile për ty, është qëllimi është që burrat kanë nevojë për ty. Kështu e ka komentuar Ibn Abbas edhe kështu ka thonë e kuptojnë arab fjalën wasile. Pastaj thot ne e dim që do të Allah subhanahu wa taala është qaribun mujib. Allah është afër. Edhe është ai i cili përgjigjet lutjes. Këto janë emrat e Allah subhanahu wa taala. Allah është afër teje kur ti lutesh Allah subhanahu wa taala. Po i përgjigjet lutjes tone. Më njëherë. Kështu që nuk ke nevojë ti me vendos mes teje dhe mes Allah subhanahu wa taala ndërmjet. Mirë po gjitha nevojat tua drejtoja direkt Allah subhanahu wa taala. Pra falu për Allahun, thar kurban për Allahun, zotohu në Allah subhanahu wa taala, adhuru Allah subhanahu wa taala, lutë ata dhe ai komi përgjigj lutjes tone. Pse? Allah është qarib, është afër, është mujib që i përgjigjet lutjes. Po gjithë e dim ajetin surën Bekara, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse robët e mi të pyesin për mua, kështu i thotë pejgamberi sa, atë ti njoftoj ata se unë jam afër. Por nëse të pyesin ata ku është Allah subhanahu wa taala, kur ne lutim atë, njoftoj ata se Allah është afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Thotë përgjigjem lutësit kur ai më lutet mua. Pra Allah i përgjigjet direkt, është afër dhe i përgjigjet, nuk i nevojë ti që lutjen tone
Mja dërgu dikuj tjetër, pastaj ai mja dërgu Allah subhanahu taala, që pretendojnë ta. Do thotë mushrikët e kohës tonë. Pse Allah subhanahu taala është afër dhe direkt i përgjigjet lutjes tonë. Pra është afër teje. Nuk i nevojë që lutjen tonë me dërgu përmes dikujt. Ajo është shirk i madh. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Thotë Allah subhanahu taala, mirë po ata le të më përgjigjen mua. Po kërkesave urdhave të Allah subhanahu taala. Do të më përgjigjë Allah subhanahu taala nëse don që Allahu i përgjigj lutjes tonë. Ju bin ndodhat e tij edhe më largu pindalesa atij. Wal yu'minu bi, dhe të më besojnë mua, la'allahum yarshudun, mirë që të jenë të udhëzuar. Pra dera Allah subhanahu taala është e hapur ditë e natë. Ty të bëhet vetëm me lut Allah subhanahu taala. Edhe ai është qarib, është afër teje, edhe i përgjigjet lutjes tonë. Pra Allah subhanahu taala nuk është i fshehtë, nuk fshehet për robën e tij në këtë aspekt. Këtë kuptim. Pa Allah nuk ik prej teje, nuk largohet. Nëse te lut Allah subhanahu taala është afër teje. Madje Allah subhanahu taala po me ju përgjigj kërkesave tua, lutjeve tua dhe nevojave tua me ti plusu, Allah subhanahu taala zbren qiellin e dunjas pjesën e tretë natës për çdo natë. Pra çfarë thot Allah subhanahu taala, hal min sa'ilin fa'utihi. Ka dikush që më lutet mua, ajo që t'i jap atij. Allah po zbret do thot më përgjigj lutjeve tua. Wa hal min da'in fastajibu lahu. Ka dikush që më lutet, e para që ka dikush që më kërkon unë t'i jap atij. Ka dikush që më lutet unë t'i përgjigjem lutjes tij. Po në mënyrë përgjithshme ju lut Allah subhanahu taala. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Ka dikush që kërkon istighfar, falje për mëje që unë t'ia falj atij. A thot hal min ta'ibin fa'tubu alayhi. Ka dikush që pendohet unë t'ia pranoj pendimin. Po Allah subhanahu taala është afër robët kur ai lut Allahun, kur kërkon falje vetë, nuk ka nevojë se ti, do thotë me vendos me steve se Allah subhanahu taala ndërmjetsa. Pavarësisht do thotë kush janë ata ndërmjetsa, a janë me laçe, çu kemi sharuar ndersën e kaluar, apo janë njerëz burra të mirë, devot shumë pejgamber e kështu me radhë. Por këtu Allah subhanahu taala në këtë ajet po tregon se robët e përzgjedhur të Allah subhanahu taala. E që sa më herët, si pas komentimeve të Ibn Abbas dhe të tjera, ata me laqet pejgamberët e kështu më radhë, ata kërkojnë vasilet e Allah subhanahu taala. Pra vetë ata kërkojnë muafut të Allah subhanahu taala me vepra të mira. Ata që janë devotshëm, ata që janë robë të mirë të Allah subhanahu taala. Wa yarjuna rahmatahu yakhafuna adhabe, thotë dhe shpresojnë mëshirën e Allahut, edhe i friksohen dëshkimet e Allah subhanahu taala. Inna adhabe rabbika kana mahdhura. Edhe përfundon ai dhe thotë vërtet dëshkimi i Zotit ton është një gjë cilën do t'i kihet frikë. Po njeriu do t'i kushtoj kujdes veçantë edhe të friksohet më shumë të bëjë dëshkimit të Allah subhanahu taala. Për arsye se evliat, to miq të Allah subhanahu taala, janë më dashur të Allah subhanahu taala, ata që e njohin Allah subhanahu taala më shumë të e kanë frikë Allah subhanahu taala më shumë. Kto bëra në Allah subhanahu taala. Prandaj njeriu do të ketë frikë shumë ndëshkimin e Allah subhanahu taala. Sipas të interpretimit të ulemave ku çysh shpjegohet për këtij ajeti tauhidi edhe shahadeti la ilaha illallah. Pra, kjo ajet të shpjegoj se për kuptimeve fjalës la ilaha illallah, për domethënë fjalës la ilaha illallah që kemi sharuar më herët është që mos më lut askush tjetër përveç Allah subhanahu taala. Pra qëllimi është ti mos më vendos ndërmjetësa mes teje dhe mes Allah subhanahu taala. Po mes robëve dhe mes Allah subhanahu taala. Po bi krijesave të Allahut është fjala. Ai i cili vendos mes teje dhe mes Allah subhanahu taala, ndërmjetësa ai do thotë ka bangsu kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Pra kështu sqarohet edhe shpjegohet fjala la ilaha illallah përmes këtij ajeti. Se thamë edhe më herët shumë për dietarë ose për njerëzve i ka bo problem pse autori ka sjell këtë ajet për shpjegimin e shahadetit të fjalës la ilaha illallah. Mirë, po kjo tregon se çfarë dihet më ka pas autori. Edhe sa mirë ka kuptuar tauhidin dhe kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Pra vetë fjala la ilaha illallah i kupton ajudon që duaja, afrimi te Allah subhanahu taala, adhurimi e gjitha nuk duhet të kushtohen e drejtohen dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu taala. Pra nuk ka ndërmjet mes teje dhe mes Allahut. Prandaj edhe ky ajet kështu bëhet. Po dietarë që kanë interpretuar ajetin këtë kuptim kanë thënë që tauhidi edhe fjala la ilaha illallah kërkojnë
edhe përmbajnë veten e tyre që ti do të distancohesh, do të shfaqsohesh prej shirkut. Pra është obligim për muslimanin që mu largu, mu distancu prej shirkut. Në mënyrë që mos me lut askon pra që Allah, mos me kërkun dërmisim të Allah subhanahu taala për dikujt tjetër. Pra në adhurimet e tina, pavarësisht është me laçe që është qëndron afër Allah subhanahu taala, apo është pejgamber i dërguar e kështu me radhë, e këta njerëz cilët po i lutin me laçet, edhe po i lutin pejgambert, edhe po i lutin njerëz të devotshëm, këta po vendosin ndërmjetësa me styre në Allah subhanahu taala. Pastaj kështu do thotë aludohet ose komentohet tauhidi dhe fjala la ilaha illallah përmes këtij ajeti. Por këta nuk janë distancu prej shirkut. Këta i kanë bërë ortak Allah subhanahu taala në adhurimet e tyre. Këta pra kanë rënë do thotë kokë këmbë në shirk. E se është puna për shembull për ata njerëz cilët këtyne krijesave drejtohen sinqerisht me lutjet e tyre. Ona është shirku edhe më i pastër. Sesa që bojnë ata cilët vendosin do thotë vetëm ndërmjetësa mes tyre dhe mes Allahut subhanahu taala. Prandaj nuk mjafton për tauhid që njeriu vetëm me pretendu tauhidin. Vetëm me thonë nuk kam tauhid ose unë njësoj Allah subhanahu. Të thonë gjithashtu nuk mjafton që vetëm me shqiptu shahadetin la ilaha illallah. Nëse nuk distancohet prej fesë mushrikëve. Po njeriu duhet e ka obligim, nëse dëshiron që me realizu tauhidin, edhe fjala la ilaha illallah mu distancu prej paganëve, mu distancu prej idhujtarëve, prej mushrikëve. Po kjo ajet po tregon se ai i cili do thotë e lut, e adhuron dikon tjetër përveç Allah subhanahu taala, do thotë ai ka bë pa largimin e dëmit gjërave tjera që fatkeqësive që godasin ato, ai ka bërë shirk të madh dhe ka dalë prej fesë të Allah subhanahu taala. Po kështu kuptohet se si duhet sqarohet tauhidi dhe shahadeti përmes këtij ajeti sipas interpretimit të parë dietar. Edhe më atë kemi sqaruar që ndërmjetësat mes robëve dhe Allah subhanahu taala janë dy lloje. Janë dy lloje. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Allah mëshiroft ka thënë hunaka wasitatun man jahadaha faqad kafar. Është një lloj ndërmjetësimi mes robëve dhe Allah subhanahu taala. Ai që mohon këtë lloj ndërmjetësimi ai ka bërë kufër. Ai që mohon, nuk e beson ai ka bërë kufër. Wa hunaka wasitatun man aqarra biha kafar. Mirë, po thotë gjithashtu është edhe një lloj i ndërmjetësimit, ai që e pohon ka bërë kufër. Pra cili është lloji i ndërmjetësimit që kush e pohon, kush e mohon ka bërë kufër, ata janë pejgamberët e Allah subhanahu taala. Pra në komunikimin e shpalljeve të Allah subhanahu taala. Ata janë ndërmjetësa mes ne dhe mes Allahut. Ai që e mohon këtë ndërmjetësim, ai ka bërë kufër, po ka dalë për fesë të Allah subhanahu. Ai që nuk i beson pejgamberët apo nuk i beson shpalljet që kanë zbrit pejgamberëve, ai ka bërë kufër. Për arsye se fe nuk mundesh me mësu ndryshe përveç se përmes pejgamberëve të Allah subhanahu taala. Kush do që pretendon me dalë prej fesë të pejgamberit sallallahu Muhamedit sallallahu, edhe do thotë pretendon që mundet me adhuru Allah subhanahu taala me gjëra të tjera me cilat ose me fe tjetër me cilën nuk ka ardhur pejgamberi sallallahu, ai ka dalë me fesë islame, edhe kemi sqaruar në do thotë ato 10 gjëra që anulojnë islamin, që kjo është e 10 prej aty 10 gjëra që anulojnë islamin e njeriu ose azgjësojnë ato. Kush beson që i lejohet me dalë prej fesë të Muhamedit sallallahu edhe me adhuru Allah subhanahu taala me ligje, me sharia tjetër përveç ligjit që i ka zbrit pejgamberi sallallahu. Kurse lloji i dytë, po thotë Sheikhul Islami, ai që është në ndërmjetësim që ai i cili e beson ka bërë kufër. E ky është ai ndërmjetësim për cilin po flasim ne. Ai i cili beson që ka nevojë për ndërmjetësa mes robëve dhe mes Allah subhanahu taala për mi ngritë Allahu nevojat dhe kërkesat e tyre, atëherë do thotë pastaj u afrohet këtyre ndërmjetësa me adhurim, me lutje ashtu me radhë, atëherë kë ka bërë kufër dhe ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu taala, për arsye se ky ndërmjetësim nuk ekziston te Allahu subhanahu taala. Mirë. Interpretimi i dytë që ja kanë bërë dietar këtij ajeti, edhe e kanë shpjeguar se edhe me interpretimin e dytë ky ajet e shpjegon tauhidin dhe bën tafsir tauhidin. Ajo është se këta dietar kanë thënë që ne e kemi kuptuar që tauhidi është me njësu Allah subhanahu taala me adhurim. Por ky është tauhidul ilahiyya ose uluhiyya. Me njësu Allah subhanahu taala me adhurim. Po të ky ajet e përfshin lavdrim ndaj robërve më të veçantë Allah subhanahu taala, që më të përzgjedhur te Allah subhanahu taala, pse sot se ata e kanë njësuar Allah subhanahu taala në ilahiyen e tina.
Thotë edhe kështu kuptohet përshtatshmëria e këtij ajetit me temën që ne ka sjellë autori. Qysh ashtu? Ka thënë se ulaika alladhina yad'una, ata cilët lutën, këta dietar nuk ka thënë që kuptimi i ajetit është ata cilët lutën për dikujt tjetër. Çu shkën trajtimi i parë. Mirë, po ata cilët lutën vet, po ata cilët bojnë dua vet, ata cilët alladhina yad'una, ata cilët e lusin Allah subhanahu wa taala, edhe ka thënë që duaja që është sqaruar ndërsa e kaluar është dy lloje. Ato është kërkesa, lutja që i drejtohesh Allah subhanahu wa taala, dhe është dua ul ibada, duaja e adhurimit. Po që ti kërkon edhe i lutesh Allah subhanahu wa taala përmes adhurimeve tua. Pra duaja ka dy kuptime në Islam. Është edhe si lutje, vjen edhe si adhurim. Edhe kështu ka thonë, kjo ajet po thotë ata cilët e lutën, mirë po ata cilët e adhurojnë Allah subhanahu wa taala, ata yabtaguna ila rabbihimul wasila. Ata duhet kërkojnë wasilën, pra nevojat e tyre te Allah subhanahu wa taala. Pra çdo kush i cili lutet, Allah subhanahu wa taala, çfarë kanë interpretuar ata këtij? Çdo kush i cili lutet Allah subhanahu wa taala, ose çdo kush që adhuron Allah subhanahu wa taala, wasilën, nevojën, pra çështja sipas një kuptimi tjetër i wasilës është me kërku nevojën, do të me kërku vetëm prej Allahut. Pse? Për arsye se këtu ka ardhur yabtaguna ila rabbihimul wasila. Që kjo ila rabbihim nuk është, do thotë Allah subhanahu wa taala ka sjell para vendit tuhur. Origjina e fjalës do të më kanë yabtaguna al wasilata ila rabbihim. Kështu është origjina, kërkojnë wasilën te Zoti i tyre. Mirë, po në arabisht kur vjen kjo ndaj folja te Zoti i tyre, përpara, pra vjen përpara asaj që kërkohet, pra vjen përpara aty ku kryhet veprimi. Po përpara kallëzorës, yabtaguna ila rabbihim, kërkojnë tek Zoti i tyre wasilën, kjo tregon kufizim edhe mbyllje. Çka kemi sqaruar shumë herë. Yabtaguna ila rabbihimul wasila. Origin fjalia është dosh me kon yabtaguna al wasilata ila rabbihim. Kërkojnë wasilën tek Zoti i tyre. Mirë, po Allah do thotë e kërkojnë tek Zoti i tyre wasilën. Po në arabisht, një pjesë e dietarëve do thotë të shkencë semantikës, pra shkencë e cila merret me kuptimin e fjalëve. Çka na thon, kjo tregon kufizim dhe përmbyllje. Tregon kufizim dhe përmbyllje ose mbyllje. Do thonë që ata nevojat e tyre kërkojnë vetëm te Allah subhanahu wa taala. Pra çdo kush i cili lutet apo adhuron Allah subhanahu wa taala, nevojat e tyre do të më kërku vetëm te Allah, se kështu do të Allah. Do të kufizon tauhidin ose kërkimin e nevojës vetëm te Allah. Ose disa dietar kanë thonë, apo gjithashtu semantikës kanë thonë që qëllimi i kësaj do thotë ndrimit vendeve të fjalëve në vend ajetit është tregon ihtisas, pra që Allah veçohet me këtë. Pra vetëm Allah do të veçohet me kërkimin e nevojës, askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po sipas njërit kuptim apo tjetrit, do thotë argumentimi me këtë ajet është shumë i qartë, se si argumentohet me këtë ajet për tefsirin apo shpjegimin e tauhidit dhe shahadetit la ilaha illallah. Pra kuptimi i kësaj është se ata cilët ta robt dashur të Allah subhanahu wa taala, ta rob veçantë të Allah subhanahu wa taala, cilët i ka përgjithë Allah dhe lusin ata dhe adhurojnë Allah subhanahu wa taala, gjitha nevojat e tyre i kërkojnë vetëm te Allah subhanahu wa taala. Pse? Për arsye se Allah është veçuar me këtë. Allah ka veçuar veten e tij me këtë. Pra vetëm te Allah kërkoni nevojat. Ata nuk i drejtohen dikujt tjetër me këtë veç te Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allah po tregon se këta rob veçantina e kanë kufizuar dhe e kanë mbyll pra tauhidin vetëm te Allah subhanahu wa taala. Pra kjo është shumë e qartë se si aludohet me këtë ajet për tauhidin dhe këtë shpjegimin e fjalës la ilaha illallah. Gjithashtu thamë më herë se fjala ulaika alladhina yad'una, ata cilët lutën. Pra kuptimi është ata cilët adhurojnë. Pra ata cilët bojnë ibadet. Kjo e shpjegon shumë mirë tauhidin. Po qëllimi i kësaj është se ata cilët lutën, edhe cilët adhurojnë pra Allah subhanahu wa taala, çfarë do të më kërku nevojat e tyre vetëm te Allah subhanahu wa taala. Për me kufizu tauhidin edhe me veçu Allah subhanahu wa taala me këtë tauhid. Pra për nevojat e tua
Në gjatë adhurimeve tua me kërku vetëm te Allah subhanahu taala, me veçu Allah subhanahu taala me këtë. Por ata cilët, për shembull, ata cilët luten, ata cilët falin namazin, pse falin namazin? Do thotë këtë namaz e falin edhe i drejtohen vetëm Allah subhanahu taala me këtë namaz. Kështu është kuptimi i ajetit. Ulaika alladhina yaduna ata cilët bajnë ibadet, po e kërkojnë nevojat e tyre vetëm te Allah. Pra e bajnë ibadetin, i drejtohen vetëm Allah subhanahu taala me këtë adhurim. I drejtohen vetëm Allah subhanahu taala me këtë namaz, që Allah pastaj më plotësu dhe më përmbush nevojat e tyre. Gjithashtu ata cilët therrin kurban, therrin edhe përmes soi therrje kërkojnë vetëm prej Allahut që ai më plotësu nevojat e tyre. Gjithashtu ata cilët për shembull agjerojnë, e kështu me radhë, ata cilët kërkojnë ndihmë, kërkojnë shpëtim. Po kjo është kërkimi i ndihmës së shpëtimit është për adhurime më të mëdha. Po këtë shpëtim ja drejtojnë ose këtë kërkim ndihmë ja drejtojnë vetëm Allah subhanahu taala, edhe do thotë duke kryer këtë adhurim kërkojnë prej Allah subhanahu taala ose kërkojnë vetëm prej Allah subhanahu taala që ai më plotësu nevojën e tyre, kështu me radhë me gjitha llojet e ibadeteve. Pra kështu, sipas të interpretimit dietar kuptohet se si ky ajet aludon në tauhid, dhe njësimin e Allah subhanahu taala me adhurim. Pra në njësimin e Allah subhanahu taala me ibadetet tona. Edhe se ky ajet e shpjegon fjalën la ilaha illallah. Pra Allah këto, si do thotë për mbyllëm, po tregon se ata cilët e lutin Allahun, e adhurojnë Allah subhanahu taala me lloje ndryshme të adhurimeve, ata i drejtohen vetëm Allah subhanahu taala, edhe kërkojnë vetëm prej Allah subhanahu taala që më plotëson nevojat e tyre. Kështu po thotë Allah subhanahu taala në këtë ajet, sipas interpretimit dietar. Pastaj këto në këtë ajet ka ardhur që Allah ka thënë yabtaguna ila rabbihim, kërkojnë prej Zotit tyre, që ai më plotësu nevojat. Nuk ka thënë kërkojnë prej Allahut, yabtaguna ila Allah. Pse? Edhe këto dietarët e sjellin në dobi. Për arsye se ka thënë përgjigjja e lutjes edhe shpërblimi i robërve është prej kuptimeve të rububijës, është prej domethënieve të rububijës. Pra rububijës, zotërimit Allah subhanahu taala. Nuk është prej domethënieve të uluhijës. Pra Allah subhanahu taala ose rububia Allah subhanahu taala, pra që Allah është Zot, është Rabb i krijesave të tina. Për qëllimi kemi thënë më herët, rububia është që Allah është, pra që është Zot, edhe i ka kriju, edhe i furnizon krijesat e tina, edhe kujdeset për krijesat e tina. Po i drejton çështjet e tyre, i rregullon çështjet e tyre, kështu me radhë. Këtë janë këto janë kuptimeve domethënie të rububisë. Do thotë kjo tregon se rububia Allah subhanahu taala kërkon që Allah subhanahu taala më ju përgjigj lutjes tyre. Kërkon domosdoshmërisht që Allah më ju përgjigj lutjes tyre, edhe më ia dhon ose më ia plotëson nevojën e tyre. Prandaj këtu Allah subhanahu taala nuk ka thonë ata kërkojnë te Allahu, për arsye se Allah ka bëjë më shumë me uluhijen. Emri e Allahut Allah. Mirë po ka thonë ila rabbihim, ka përmendur emrin e tij në Rabb. Për arsye se rububia Allah subhanahu taala kërkon që gjithsesi Allah më ju përgjigj lutjeve të robërve të tij. Kur ata i drejtohen, edhe më ia plotësu ose më ia dhon atë nevojë që ne kërkojmë prej Allahut subhanahu taala. Pastaj në këtë ajet gjithashtu kemi ose sqarohet, pra dobi tjetër përfitojnë që në këtë ajet Allah subhanahu taala po tregon që këta njerëz ose besharon, shpjegon gjendjen e këtyre burrave, këtyre njerëzve që janë të veçantë te Allah subhanahu taala, pavarësisht se janë burra apo gra, janë robër të veçantë, cilët i ka përzgjedhur Allah subhanahu taala, që këta kanë bashkuar mes adhurimit, frikës, shpresës në Allah subhanahu taala edhe dashurisë ndaj Allah subhanahu taala. Edhe me këto trija plotësohet adhurimi. Pra ai cili adhuron Allah subhanahu taala me hubbe, me dashuri. Edhe adhuron Allah subhanahu taala me khauf, me frikë. Edhe adhuron Allah subhanahu taala me shpresë. Ky është muwahhid, ky e ka lejuar Allah subhanahu taala çdo. Mirë po ai që adhuron Allah subhanahu taala vetëm me dashuri, ky është sufi, është dervish. Çdo veprimi sufi, dervish. Ai që adhuron Allah subhanahu taala vetëm me frikë, ai është khawarij. Po khawarijt e kanë adhuruar Allah subhanahu taala vetëm për frikës. Ose ai që adhuron Allah subhanahu taala vetëm me shpresë, ai është prej murxhiave. Prandaj për me kon muwahhid, për me kon prej sunetit do të më adhuroj Allah subhanahu taala për mësiret të ligjave. Ibn Qayyim Allah më shërof thot, fi hadhihi al-aya dhikru al-maqamat ath-thalatha. Në këtë ajet po përmenden 3 nivelet me të cilat do të plotësohet adhurimi.
i Allah subhanahu wa taala. Edhe thot el-hubbu, e para është dashuria. Çish kuptohet për këtë ajet e thot wa huwa ibtigha al-qurbi ilayhi wa tawassul ilayhi bil a'mal as-salih. Kjo thot është me kërku afrim te Allah subhanahu wa taala, edhe ndërmjetësim te Allah subhanahu wa taala përmes veprave të mira. Po njeriu kur e don Allah subhanahu wa taala, atëherë bën vepra të mira që mu afru sa më shumë te Allah subhanahu wa taala. Po kjo tregon për dashurinë e tij ndaj Allahut. Po gjithkusht mundet në mënyrë me mot sa don Allah subhanahu wa taala. Me mot atë dashurinë që ka ndaj Allahut, dhe të shikoj veprat e tij. Sa më shumë që njeriu kërkon mu afru te Allah subhanahu wa taala përmes veprave të mira, atë kjo kërkon që ai e don Allah subhanahu wa taala. Për arsye se ai po mundohet me kënaqsh Allah subhanahu wa taala përmes veprave të mira. Wa raja wal khawf, sa gjithashtu ajeti vazhdon që e përmend edhe shpresën edhe frikën për Allah subhanahu wa taala. Wa hadha huwa at-tauhid. Sa kjo është tauhid. Pra ai që adhuron Allah subhanahu wa taala përmes këtyre gjërave e ka realizuar tauhid. Do të kjo është vetë tauhidi. Wa huwa haqiqatul islam. Edhe kjo thotë është realiteti i islamit. Nëse do të qenë musliman të i vërtet, ashtu siç ka kërkuar Allah subhanahu wa taala, atë adhuroj Allah subhanahu wa taala përmes këtyre tre çështjeve, përmes këtyre tre gjërave. Pastaj autori e sjell ajetin e dytë si argument për këtë temë, edhe thotë wa qawluhu, argument tjetër është fjala Allah subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Thotë kur kujton kur Ibrahimi tha babës tina dhe popullit tina, un jam bara, don jam distancu, jam largu, s'kam të bëj kurrë me ata të cilët ju po i adhuroni illa alladhi fatarani, përveç atina i cili më ka krijuar mua. Pas çu kuptohet tauhidi, shpjegimi i tauhidit dhe shahadetit la ilaha illallah, për këtë ajet inshallah do të flasim dersat e ardhshme. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.